që duan Allahun xhaleshanu me gjithë shpirt mund bëjnë faje, mund bëjnë gabime. Ama kush është dallimi midis devotshmëve dhe midis atyre që janë devotshëm? Midis atyre që e duan Allahun ose e kanë frikë Zotit dhe atyre që nuk e duan Allahun xhaleshanu aq shumë dhe nuk i frikësojnë Zotit xhaleshanu aq shumë. Thot walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim. Dhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë punë jo të hijshme ose kur bëjnë ndonjë mëkat, ata e përmendin, i kthehen Zotit e përmendin Allahun xhaleshanu dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. E kush i fal gjunafet edhe mëkatet përveç Allahut xhaleshanu? Kush mund t'i falë subhanallah? Pra e kanë kuptuar mirë që vetëm marrëdhënia me Zotin shpëton, vetëm me Allahun xhaleshanu do ta kesh punën. Edhe nëse ndodh që i shket këmba diçka, ata i kthehen shpejt Zotit xhaleshanu dhe kërkojnë falje. E Allahu xhaleshanu neve na thot, derisa thot njeriu thot kthehet shpejt thot me bë tobe, edhe me i kërku falje dhe pendim Allahu xhaleshanu, Allahu ka për t'ia pranuar pendimin dhe ka për t'ia fshirë mëkatin. E shpejt është derisa njeriu është në këtë dynja, ka kohë që të pendohet, ka kohë që t'i kthehet Zotit xhaleshanu. E ku ka më të mirë dhe më bujarë sa Allahu xhaleshanu? Pra, e para, ata cilët i japin kur janë në kohë të vështirë ose në kohë të mirë, se e kanë moral, shpirti dhe e kanë karakter, edhe ja kanë ushtruar vetes tyre. Pra. E dyta, ata cilët ndjenjën e hakmarrjes se shtypin vetë tyre dhe nuk e lejnë që të veprojë. E treta, ata cilët falin njerëzit se Zoti i don ata që falin, dhe e katërta, ata që edhe nëse bëjnë një gabim, prapë i kthehen Zotit xhaleshanu dhe mundohen me shpirt ta korrigjojnë, pra edhe t'i kthejnë Allahu xhaleshanu dhe ta abandonojnë keqen.